Policia e Shkodrës ka finalizuar operacionin e koduar pesha e krimit në kuadër të cilit zbardhi vrasjen e Paulin Prekës e ndodhur 10 muaj më parë në 27 shkurtin e këtij viti në fshatin Guciere. Si rezultat i punës intensive, operative dhe hetimore të strukturave të drejtorisë vendore në drejtimin e prokurorisë së Shkodrës, u identifikuan, kapën dhe u vënë në pranga 2 shtetas të dyshuar si autor të kësaj vrasje. Në pranga ran Claudio Lisa, 20 vjeç, banues në Mgull, dhe Vasel Koçeku, 43 vjeç, banues në Hot të Ri. Operacioni u zhvillua me mbështetjen e forcës kombëtare të sigurisë në njësinë Shkodër, forca e posaçme Shqiponia, si dhe shërbimet komisariatit dhe drejtorisë vendore. Sipas policisë, 2 të arrestuarit akuzohen për veprat penale, vrasja me paramendime kryer në bashkëpunim, si dhe mbajtja pa leje dhe prodhimi armëve shpërthyese dhe municionit. Ka qenë xhaxhai i viktimës, i cili zbuloi pari vrasjen e nipit, pasi i binte telefonit të tij dhe nuk i përgjigjej. Preka shkoi në banesën e nipit për të parë dhe e gjeti Pavlinin të vrarë në obor. Xhaxhai në atë kohë shpreh se Pavlin Preka nuk ka patur asnjë konflikt me njeri dhe se ishin një familje e thjeshtë. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë së Shkodrës për veprime të mëtejshme ligjore lidhur tashmë me këtë rast.